Mirë dita të gjithëve dhe mirë se vini në informimin javor të dhomave të specializuara, ku synojmë të ofrojmë gazetarve informacion të përditësuar, mbi zhvillimet e fundit që ka dhe mundësin për të bërë pyetje. Në gjykimin e Hashim Thaqit, Ashkim Smakajt, Adil Fazliu, Tisni Kilaj dhe Haredin Kuqit në lidhje me akuzat për ndikim të paleshëm ndaj dëshmitarve, më 25 shkurt 2026, mbrojtja e Isni Kilajt dorëzoi dosjen paraprake të saj. Ajo u bë publike me 26 shkurt dhe gjendet në faqen e dhomave të specializuara në internet së bashku me dosjet paraprake të dorëzuara më parë të prokurorisë dhe ekipeve të tjera të mbrojtjes. Prokuroria pretendon se gjatë vizitave të ndara dhe të paprivilegjuara në objektin e paraburgimit, Hashim Thaçi u dha zotërinjve Smakaj, Kilaj, Fazliu dhe Kuqi informacion konfidencial për dëshmitarët e thirrur nga prokuroria në çështjen gjyqësore. Thaçi dhe të tjerët për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit ju udhëzoi ata të ndikonin në dëshmitë e dëshmitarëve dhe u dha hollësi se si ta bënin këtë. Të gjithë të akuzuarit në këtë çështje u deklaruan të pafajshëm për të gjitha akuzat. Deklaratat hyrëse në këtë çështje u bën me 27 shkurt, ku prokuroria bëri deklaratën hyrëse të saj, ndjekur nga mbrojtja e Bashkim Smakajt dhe Isni Kilajt. Sipas rregullores, mbrojtja mund të zgjedhë ta bëj deklaratën hyrëse pas deklaratës hyrëse të prokurores së specializuar apo më vonë, pas përfundimit të paraqitjes së provave prej prokurores së specializuar ose të mos bëj deklaratë hyrëse. Video incizimi i deklaratave hyrëse mund të gjendet në kanalin në YouTube të dhomave të specializuara. Gjatë gjithë javës, prokuroria e specializuar paraqiti provat dhe argumentet e saj dhe 3 dëshmitar të thirrur prej prokurorisë dhe dëshmit e tyre. Dëshmitari i parë dëshmoi nën mosa mbrojtëse, dëshmitari i dytë, Kun Heller, është punonjës e Institutit për Kriminalistik të Holandës dhe dëshmoi në lidhje me provat konkrete të siguruara në këtë çështje. Dëshmitari i tretë, Christopher Kelly, është kontraktor me kohë të pjesshme i prokurorisë që punon me hetimet e kriminalistikës digjitale. Mbrojtja u bëri pyetje si palë kundërshtare të 3 dëshmitarëve. Një pjesë e provave të paraqitura në këtë çështje janë incizime të bisedave të kryera gjatë vizitave të zotëri Thaqit në objektin e paraburgimit. Bazuar në vendimet e gjyqtarit të vetëm të disponueshme për publikun, mbikëqyrja dhe incizimet u kryen gjatë një periudhe të shkurtër kohore në vitin 2023. Ato u kryen vetëm në vizitat jo të privilegjuara, domethënë në vizitat nga meq dhe të njohur, dhe u autorizuan nga gjyqtari i vetëm si masë hetimore e posaçme. Arsyeja për urdhërimin e këtyre masave ishte dyshimi i bazuar për ndërhyrje të palegjshme ndaj dëshmitarëve. Vizitat private me bashkëshortet dhe fëmijët dhe vizitat e privilegjuara nga mbrojtësit nuk ishin dhe nuk janë objekt i mbikëqyrjes apo incizimit. Të martën, gjyqtari i vetëm lëshoi një urdhër gojor mbi kërkesën e Isni Kilajt, Bashkim Smakajt, Fadil Fazliut dhe Hayreddin Kuqit për ndryshimin e disa kushteve të lirimit të përkohshëm të tyre. Gjyqtari u lejoi 4 të akuzuarve të komunikojnë me njëri tjetrin gjatë kohës që janë në mjediset e dhomave të specializuara në Hag, përfshirë në lidhje me çështjen e tyre, me kusht që në hapësirat publike të gjykatës të mos diskutohen aspekte konfidenciale. Të gjitha aspektet e tjera të urdhrave të mëparshëm mbeten të pandryshuara. Lidhur me hapat e mëtejshëm në këtë çështje, gjyqtari i vetëm bëri të ditur se prokuroria pritet të mbyllë paraqitjen e provave më së voni deri me 18 mars. Mbrojtësja e pavarur që po kryen vlerësimin e disa prej provave për të siguruar që prokurorisë të mos i jepet gabimisht asnjë informacion i privilegjuar ose privat, u urdhërua të dorëzojë raportin përfundimtar të saj deri me 13 mars. Ekipet e mbrojtjes janë urdhëruar të njoftojnë gjykatën nëse kanë ndërmend të dorëzojnë kërkesë për hedhjen poshtë akuzave deri me 19 mars dhe mocionin përkatës nëse do të ketë të dorëzojnë më së voni deri me 25 mars 2026. Në
Gjykimin e Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit për akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, mbrojtja e Kadri Veselit dorëzoi me 27 shkurt versionin e redaktuar publik të dosjes gjyqësore përfundimtare të saj, që fillimisht ishte dorëzuar si konfidenciale me 19 janar 2026. Parashtrimi gjendet në faqen e internetit të dhomave të specializuara. Kjo ishte gjitha nga unë, nëse ka ndonjë pyetje, jam më se e gatshme të përgjigjem në to.